Tre kompanit më të mëdha të furnizimit me energji elektrike në vend kërkojnë rritje të çmimit të energjisë elektrike. Korporata elektroenergjitike shqiptare ka kërkuar që çmimi i energjisë elektrike të rritet nga 1.48 lek në 5.5 lek për kilovator. Duke folur në seancën dëgjimore të organizuar nga ere me grupet e interesit, përfaqësuesi i Kesh theksoi se situata energjitike në vend është mjaft e vështirë. Ky vit ka qenë mjaft themi i satë për Keshin në pareshje dhe gjë të treguar në grafikun më tej, e cila tregon qartë që niveli i liçenit, i bazenit, i liçenit të Fierzës është i ulët ndjeshëm i krahasuar me periudhat e mëparshme. Tarifës së kërkuar për furnizuesin publik me shumicë 5.05 lek për kilovator. Rritje të çmimit të energjisë ka kërkuar edhe kompania ÇEZ Shpërndarje me rreth 4.6 lek për kilovator ose me 0 lek nëse i falen borxhet që i ka shtetit dhe Keshit. The message is that we are in our tariff application. Ne propozojmë që për shkak të rritjes së performancës, çmimi i energjisë elektrike të rritet me 4.6 lek për kilovator nga çmimi aktual. Kjo kërkesë ka ardhur pas llogaritjeve të bëra dhe nevojave që ka kjo kompani. Megjithatë, ka edhe një tjetër opsion që ne ofrojmë. Ne ofrojmë një rritje të tarifës me 0 lek në rast se na falet borxhi që i kemi shtetit dhe Keshit. Operatori i sistemit të transmetimit gjithashtu ka bërë publike kërkesën për rritje të çmimit nga 0.6 lek për kilovator në 0.73 lek për kilovator, me justifikimin se do të investohet në rrjet. OST-ja kërkon një tarif të re në 0.73 lek për kilovator. Në këtë seancë kanë reaguar gjithashtu edhe sindikatat, të cilat kanë deklaruar se nuk duhet që të diskutohet për çmimin e energjisë elektrike, kur është premtuar prej qeverisë se nuk do të ketë një rritje të tillë. Nuk i takon kësaj tavoline për të marrë në shqyrtim ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Mendoj se qeveria shqiptare do të dialogojë nëpërmjet Këshillit Kombëtar të Punës mbi bazën e atë marrëveshjes që është nënshkruar për ta mbatur fiks çmimin e energjisë. Vendimi nëse do të ketë ose jo rritje të çmimit të energjisë elektrike pritet që të merret në mes të muajit dhjetor. Ndërkohë, ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës Nasip Naço ka deklaruar se nuk do të ketë asnjë rritje të çmimit të energjisë për vitin 2012.